Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesoreshën Majlinda Naço, anesteziste e reanimatore pranë klinikës Park Kirurgjikale në Qendrën Spitalore Nën Tereza dhe po ashtu pedagoge profesoresh në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje profesoresha dhe kënaqësi që të kam të ftuar në podcast me doktorin. Të unë ju falenderoj për ftesën tuaj dhe ishte shumë kënaqësi. Profesoresha, në fakt ne njihemi bashkë, ju bëni një punë për t'u admiruar për shumë vitesh, gjithmonë kur kemi qenë të paktën kur ishim më të rinj dhe duhet zgjidhim specializimi i anestezi reanimacioni ka qenë gjithmonë sfidues edhe për vështirësi që ka, po edhe për faktin që je gjithkohës në salla, je gjithkohës në rrezikun e jetës direkt pacientit, kështu që sigurisht puna që ju bëni është për t'ju falenderuar në mënyrë të padiskutuar në raport me pacientët. Unë do doja të dija diçka më shumë për ju. Si ka qenë rrugtimi juaj në mjekësi? Si keni zgjedhur që të jeni mjeke dhe pastaj pa diskutim që të keni një specialitet si anestezi reanimacioni? Unë i përkas një kohë tjetër, kur ne vetëm mësonim, nuk ishim shumë mundësi që të zgjidhim dhe them që shumë gjëra ja dedikoj arsimit tim. Unë kam filluar që në fillim, unë kam qenë në shkollën Kosova, ku ishte një shkollë eksperimentale dhe e them me krenari që një pjesë e bashkënëzënësve tanë janë bërë edhe në pozicione shumë të favorshme në politikë. Nga mbas Kosovës kam qenë të Fanoli, kam qenë të Sami Frashëri dhe zyshat ne na edukuan që vetëm duhet të mësonim. Problemi im ishte që unë isha dhe shumë mirë matematikë, por për fat keq ose për fat të mirë, ose siç them, domosdoshmëria çan rrugën nëpërmjet rastësisë, sado që isha mirë matematik, në provimin e shtetit mora 9. Edhe kjo ishte shumë zhgënjyese për mua, po për të gjithë është mos e normale. Dhe kështu që nga ëndra ime që kisha matematik, vendosa të studioja për mjekësi. Ishte shumë dhe dëshira e prindërve të mi. Pastaj me zgjedhje, ne nuk ishim të drejtë, ne bënim kërkesën dhe në varësi të mesatares të kushteve të kërkesave, mua aprovua kërkesa për mjekësi dhe themi nga që jemi të periudhës para demokracisë dhe kur mbarova shkollën, mu desh të punoja në vendet verilindore. Keni qenë veri? Po, në Merdit, në zonën verilindore më të afërt, punuam 2 vjetë, pothuajse 21 muaj, dhe në QSUT erdha me transferim. Kështu që e kisha për detyrë që të punoja në spitalin numër 2 të QSUT-s. Atëre kishte 2 mundësi në spital, mjekët që emëroheshin do ishin o kirurg o reanimator. Unë kam ardhur në mars të 91-shit, siç e dini, ndodhen dhe shumë trazira dhe si fillim mu aprovua, mu dha vendi punës për kirurgji. Po profesor tani, për shkak të lëvizjeve të demokracisë, u zgjodh parlamentar, kështu që u lirua vendi për anestezi reanimacion. Dhe unë kam filluar anestezin dhe pas specializim. Dhe them që ishte një zgjedhje, po të më pyesësh tani, them nuk di të bëj gjë tjetër. Dhe jam e lumtur që jam bërë anesteziste reanimatore. 35 vjet. I bie më tepër, fiks 35 vjet anestezi, po 37 vjet punë. Në nivel punës, pa diskutim. Sepse them gjithmonë që edhe Mirdita Rëshenim ka formuar, sepse ishin kushte që ne punonim. Kam punuar në pediatri, ishte stazhi që duhet bënte, atëre spitalet rajonale mbanin gjithë punën, dhe ne për vetë faktin që ishim nga Tirana dhe ishim dhe aty 24 orë në qytet, gjë më të mirë që bënim ishte puna. Kështu që nuk ishte se punonim 8-4.
Doktoresha, në rast se do t'i referohesh për shembull të rinjve sot që përfundojnë në fakultetin e mjekësisë, do t'i sugjeroje të njëjtën le të themi eksperiencë të marrë pra që të shkojnë të bëjnë 1 vit apo 2 vite punë diku, apo do të mendojnë që në kohë që jetojmë më shumë mirë që ata të fillojnë direkt specialitetin dhe të marrin një rrugtim Puna të formon. Unë them, paktën nga përvoja ime, çdo gjë është punë. Ose them, çdo gjë e bukur që shkëlqen ka një punë mbrapa. Nuk mund të bëhesh i mirë nga hiçi. Kur bëhesh i mirë duke punuar me sakrifica, bën dhe gabime. Po nga gabimet son shumë më tepër se sa një eksperiencë e suksesshme. Dhe ato që mëson nga gabimi rrallë haron. Doktoresha, në rast se do të ktheje kohën pas dhe në rast se do të jepi sot mundësia për të ndryshuar kohën tuaj, do të bëje një zgjedhje tjetër apo mendojnë që tashmë anestezi reanimacioni jeton me ju? Unë them që gjithmonë, sado që nuk do desha që fëmijët e mi të bëheshin anestezistë reanimator, sepse kam fatin që një vajzë ka mbaruar mjekësi, them, më mirë se anestezi reanimacioni nuk di të bëj gjë tjetër. Dhe gjithmonë do bëja rrugën time siç e kam bërë. A është e vërtet që thuhet që mjekët anestezistë reanimator kanë një nivel të lartë të stresit, të ngarkesës emocionale? Po, është e vërtet. Burnouti, siç e dini dhe biles burnouti tani ka filluar shumë më tepër dhe te specializantët. Po prapë për fatin tim, ne kur ishim, kishim 4 roje në muaj. Tani specializantët kalojnë nga njerë dhe 16 roje në muaj. Dhe burnouti, kjo mbi vendosja orareve, i bën që ata të mos jenë më vetvetja. I bie prishet gjëja tjetër është ata punojnë me pacient rënd dhe pacienti rënd gjithmonë ne nuk jemi vetëm profesionista që zbatojnë protokollet, lidhemi me ta, lidhemi dhe në anën emocionale dhe ndaç besojeni në vdekjen e ndjejmë shumë. Dhe vdekja dhe gjitha kjo ndikon në stres. Dhe stresi, siç e dini, prish bushtin. Sigurisht. Hipotalamo hipofizar. Profesoresha, në gjithë të karrierë të gjatë 37 vite, cili ka qenë ai rast që ju ka ngelur në mendje që pa diskutim do ta veçonit nga rastet e tjera në nivel klinik edhe të mënyrës se si ka ndodhur gjithçka? Një rast që e kujtoj dhe tani është plaga me thik e një adoleshenti. Ishte vetëm 13 vjeç dhe vjen në urgjencën e QSOT-s me një tension, me hipotension, se siç e dini çrregullohet oksigjenimi, tensioni, frekuenca dhe ne detyrohemi ta reanimojmë. Anestezi reanimacioni më ka mësuar që çdo gjë është punë sekondash. Dhe ai rast nuk e harroj sepse në sekond ne arritëm të zgjidhnim anën e hemodinamike, respiracionin e fëmijës, po bëm dhe koordinim me ekipin kirurgjikal dhe mbas 8 orësh operacioni, fëmia arriti të zgjohej dhe të dilte mirë. Ishte një rast shumë i rëndë sepse u detyruam të përdornim edhe 4 unite gjak, sepse trauma që kishte ndodhur, fëmia kur erdhi në spital kishte kaluar rreth 20 minuta. Dhe gjaku rrithte dhe ne u detyruam që të mbanim tensionin, pulsin, oksigjenimin, me pak fjalë ju e dini më mirë. Anestezia reanimacionit të mëson shumë protokolle dhe protokolli që u përdorte fëmia ishte ABCD-ja. Por janë shpëtoi. Por problemi i tij ishte që ai ngeli me qese, sepse plaga kishte qenë në bark për fatin atij. Shpëtoi jetën, por kjo e futi në një kalvar smundjesh. Dhe ajo pastaj vazhdoi të na ndiqte ne si ekip me mbylljen e kolostomisë dhe megjithatë përvoja e keqe për ajo familja u traumatizua shumë. Dhe mbas 2 vjetësh iku emigrant dhe thoshte vetëm për të siguruar jetën e fëmijës. Çfarë ndjesi është, doktoresha, që ti jesh në një sallë 8 orë me një fëmijë ku ti ndjen fëmijën si të jetë fëmia jote në ato momente dhe kërkon të japësh zgjidhje? Nuk është vetëm protokoll, është humanizëm, është përvojë, është dhe problemi, se ti duhet marrësh anestezi reanimacioni
duhet i marrësh ti zgjidhësh problemet në sekonda. Dhe çdo problem që zgjidh ti ke risk. Dhe nuk e di në kanë të riskut problemin që e zgjidhe fiton apo humbet. Është koha që do ta tregoj. Disa herë kur problemet janë shumë të shpejta, risku është më i madh kur zgjidhja e problemit. Kurse kur problemi ka risk më të vogël dhe zgjidhja e problemit është në kohë më të gjatë, e ke më të sigurt që fiton më tepër, po humb kohë. Dhe këtë është një vendim që duhet ta marrësh dhe nuk e di, bëre mirë apo s'bëre mirë. Por është vetë jeta që të tregon pastaj. Sigurisht. Profesoresha ju më thatë që dikur bënit 4 roje në muaj, ndërkohë që sot specializantët sigurisht bëjnë burnout edhe për shkak të numrit të rojeve. Ama gjithsesi shërbimi 24 orësh është edhe ai shërbim që të përballë me situata të papritura të jashtëzakonshme ku asnjëherë nuk e mendon dot se çfarë do të jetë rasti i radhës. A ka ndonjë rast në jetën tuaj profesionale që ju e kujtoni mirë nga shërbimet e 24 orëshe që mund ta veçoni me ne dhe ta ndani me ne mbi një specifik që ka pasur? Rast nuk mund të them tani përgjithsisht kur je në roje 24 orëshe ne themi lodhesh dhe nuk lodhesh. Problemi është nuk lodhesh kur ke shumë ngana teknike. Nuk lodhesh kur ke sasi, sepse në fundit kënaqesh nga rezultati i jashtëzakonshëm që arrin pacienti. Dhe kur është kënaqësia më e madhe për anestesistët? Kur ne i zgjojmë ata, kur ata takojnë me familjarët, kur janë të dashur me njëri tjetrin dhe mbi të gjitha kur gëzon i smuri familjari, po gëzon dhe kirurgu që u zgjua pacienti. Rojet përgjithsisht janë shumë të vështira. Po, në anën time, si them, kush është ajo roje e vështirë? Roja e vështirë është kur ti detyrohesh. Roja është 24 orëshe. Problemi është truri që të punoj. Punon 24 orë dhe kur ke shumë raste të komplikuara, ti mendon si do e zgjidh, e zgjidha mirë. Do më zgjohet mirë, sa ka saturimin. Dhe truri jot nuk punon, nuk është roje 24 orë, po është 36 orë. Edhe ti në kohën kur pushon dhe je diku tjetër, mendon se medikamentet po veprojnë siç duhet. A ka patur në një rast, doktoresha, që mund të ndash me ne në karrierën tuaj sërish që mund t'i përkasi këtyre shërbimeve 24 orësh, ose një rast që sërish ju ka ngelur në mendje edhe që mund ta veçoni? Një rast që më ka ngelur shumë në mendje është një krua shtatzan në 20 jashe, në tremujorin e dytë, që për fatin e saj të keq u diagnostikua me kancer stomaku. Tu kishim të bënim me kemi të bëjmë me 2 jetë, duhet shpëtonim jetën e nënës dhe jetën e fëmijës. Kishim të bënim me fiziologjinë e barës dhe me patologjinë onkologjike. Më ka bërë përshtypje se sa e fortë ishte nëna. Nëna nuk mendonte për veten, mendonte për fëmijën. E kishte fëmijë tepër të dëshiruar. Familjarët mendonin për nënën. Dhe nëna na i la çdo gjë në dorën e. Ajo që ka qenë një sukses operacioni sepse u mobilizuan reanimatorët, anestesistët, kirurgët dhe obstetrit. Ne u munduam dhe duhet shpëtonim 2 jetë. Gjithkohon nuk bëhej që bëj lufta vetëm për 1, ishin për 2. Nëna duhet mbante oksigjenim të rregullt, duhet mbante tension të rregullt, sepse jo vetëm për operacionin, se këto janë norma në anestesi, por ne duhet të ruanim bebin, sepse çdo hipotension, çdo deoksigjenim mund na çonte në hipokси të bebes. Dhe këto janë momente ku ndërlidhen fiziologjia, farmakologjia, teknika dhe përvoja. Sigurisht. Dhe si shkoi si rast? Nëna doli mirë, po për herë të parë vura re sado që nëna u zgjua të gjithë qanin, sepse mendonin çfarë do ndodhi në të ardhmen. Në fakt ata shkoi mirë çdo gjë? Për fat keq nëna u detyrua të ndërpriste shtatzanin për shkak sepse i kishte një lloj smundje onkologjike shumë agrafuese dhe duhet të fillonte menjëherë kimioterapinë.
Profesoresha, ju përballeni sigurisht me raste ndërhyrjesh ku në fokus ose në bazë janë edhe sëmundjet onkogjene, ku patjetër që pacienti është në vështirësi qoftë psikologjike, por qoftë edhe vërtet për problemin real që ka. A kujtoni në një rast në karrierën tuaj që mund ta veçoni ku prapë më ju është dashur që të ndërhyni në raste të tilla të ngjashme? Mund të them këtë, një rast që nuk më qet nga mendja është një pacient që është intubuar 4 herë. Ai u operua, kishte disa probleme të mëparshme, ishte dashur të bënte një operacion në kokë dhe kjo sado që ne përdorëm protokollin, përvojën, ekzaminimin klinik në këto raste, për shkak të edhe të smundjeve të mëparshme, sepse i kishin bërë disa operacione dhe këta të smurë zakonisht bëhen dhe pacient hospitalier. Kështu që duke qenë pacient hospitalier, rritet risku si post-operator shumë më tepër se sa pacientët e tjerë. Pacienti ka ndojtur 45 ditë në reanimacion. 45 ditë. Dhe është intubuar 4 herë. Ishte një luftë shumë e madhe, por ishte luftë për pacientin, ishte kurajo për familjarët dhe duhet ishte edhe kurajo për ekipin. Dhe ai rast mua më mësoi që nuk duhet jesh eron, por duhet jesh i kujdesshëm dhe kesh vazhdimsi. Duhet të ndjekësh çfarë do vi në të nesmen. Dhe familjarët thoshin gjithmonë, ta marr një ditë në shtëpi, dhe shpreha ishte, po për një ditë ai është për tërë jetën. Dhe momenti kur ai doli në shtëpi, kanë qenë të gjithë aq të gëzuar. Fitore jashtëzakonshme. Ishte jashtëzakonshme. 45 ditë në reanimacion dhe 4 herë intubuar. Dhe të bie që ti gjithkohon mendoje për atë. Profesoresha, sigurisht në punën tuaj ka edhe raste të cilat nuk shkojnë mirë për shkak vështirësisë, për shkak komplikacioneve, edhe ju përballeni dhe me vdekjen. Ka ndonjë rast të cilët mund ta ndash me ne ku gjërat nuk kanë shkuar mirë edhe pse puna është bërë maksimale për t'i shërbyer pacientit? Më kujtohet një rast. Vjen në urgjencë dhe ishte me hematom me hepari. Ishte pacienti, hapet në urgjencë dhe për shkak se nuk mund t'i bëj asgjë, ju vendos një strisho dhe e la të operoj të nesmen në planifikim. Pacienti ishte 99% me risk kirurgjikal, po ta linim ashtu, ai nuk do jetonte më. Detyrohemi, futemi të nesmen, bëjmë rreth 8 orë operacion dhe bëjmë rezeksion e hepari. Pacienti ishte edhe me patologji gjaku, kishte qenë dhe jashtë dhe ishte pacienti pa shpresë. Pacienti arriti të ekstuboj, arriti të ishte mirë për 3 ditë, por mbas 3 ditësh filluan problemet sepse edhe sasia, edhe pjesa e heparit ishte shumë e vogël. Atëherë detyrohemi ta riintervenojmë për ta shpëtuar, për të luftuar me atë 1% risk që ai kishte për të fituar. Operacioni i dytë e përmirësor diçka, dhe kjo është e gjithë merite e ekipit kirurgjikal, sepse ne në kirurgji punojmë në bashkëveprim me njëri tjetrin. Por pacienti nuk po sjoi, sepse filloi një insuficiencë multiorganore. Dhe në këto kushte u detyruam të fillojmë Prismaflexin, ta fusim në dializë për të luftuar për jetën e tij për çdo moment. Filloi çrregullimi e koagulimi, por gjatë kohës që ai po merrej, po luftoi për jetën e tij, ai e humbi. Dhe ky është një rast që nuk harroj dot, sepse ishin pothuajse 12 ditë punë, durim dhe ne nuk e futuam. Profesoresha, si është e nesërmja mbas kësaj dite? Si është motivimi i një mjeku anestezist? Si është stresi që ka mjeku? Si është ngarkesa emocionale? Ajo ditë është ditë e vështirë. Stresi është maksimal, sepse ne vdekjen e ndjejmë jo si pacient, ai nuk është rast klinik. Ndjekja kaq shumë na bën familjar me atë. Por është kjo që ne duhet vazhdojmë jetën. Dhe themi,
çdo gjë e djeshme është e djeshme dhe filloj me të sotmen. Dhe sa e vështirë është që të dalësh pas 12 ditësh dhe të takosh mbas derës familjarët e këtij pacienti dhe t'i tregosh që lajmin jo të mirë për familjarin e tyre. Atëherë, ne gjithkohë jemi tapur, sepse mjekësia kështu të don. Nuk i qenë dhe pacientët e dinin. Biles, gjëja më e prekshme është kur ata të falenderojnë. Ti qanë njësoj si ata. Dhe base falenderimi atyre, gjithë problemi është që ti duhet mendosh i bëre gjërat mirë apo si bëre gjërat mirë. Dhe kjo të ndihmon protokolli, përvoja, rasti klinik, analiza, monitorimi, ndjekje e vazhdueshme. Është një punë që do durim. Profesoresha, në raport me rutinën tuaj të përditshme, ka pas në një moment kur jeni ndjerë atill sa që të thoni ka ardhur koha për 2 hapa pas? Ne thamë që e duam punën. Jemi rritur në mënyrë të tillë që duhet punojmë. Ka dhe raste kur ka ngarkesa të jashtëzakonshme në punë, por kombinimi duhet të dimë të vendosim raportet, gjithë është balanci midis punës, stresit dhe menaxhimit të stresit. Profesoresha, po ashtu do doja të pyesja në raport dhe me ato që ne i quajmë rastet e veçanta ose le ta quajmë të minatyrshme. Ka momente kur edhe pse mjeku beson në aftësitë e veta në punën e vet, por i haset me një rast klinik ku dekursi është i jashtëzakonshëm pozitiv edhe pse në protokoll gjërat duket sikur nuk duhet shkojnë në rrugën e duhur dhe anasjellta. A ja atriboni këtë gjë Zotit në raport me familjarin apo ja atriboni këtë gjë vetes tuaj nëse komunikoni? A besoni në Zot? Besoj. Sado që besoj. Unë jam rritur në periudhat aiste, po shoh që një rast që zbatohet gjithë protokolli mund të ndodhin gjërat papritura në të qindën e sekondës. Kurse një rast që ne mendonim që mund të shkojë keq, mund ndodhi një mrekulli. Dhe gjithmonë jeta na ka mësuar që duhet jemi gjithmonë për ulur. Doktore Shalet, kalojmë në një pjesë tjetër shumë të rëndësishme të intervistës tonë. Unë tashmë dua të di pak më tepër rreth jush, rreth raporteve tuaja me njerëzit, rreth personalitetit tuaj dhe çdo gjë që po le të themi si menaxhoni ju përditshmërinë tuaj. Për shembull, një element shumë i rëndësishëm është raporti me njerëzit që ne kemi përreth. Si do reagonit ju në momentin që mësoni që dikush nga kolegët tuaj flet jo mirë për ju? Por sigurisht të trishton kur mësoni që dikush flet jo mirë pa bazë gjithmonë, por si do ishte reagimi juaj? Do e konfrontonit, do e linit rrjedhi si histori apo cili do ishte sjellja juaj? Varet, së pari do e perceptoj mirë. Është keq interpretim apo është gabim imi, sepse në radhë parë ne jemi njerëz dhe të gjithë bëjmë gabime. Dhe unë thash nga gabimet mësojmë shumë më tepër se sa nga suksesi. Së pari do analizoj. Patjetër që do më vi keq. Do arri edhe të përballem, po do i kërkoja vetes, megjithatë disa raste dhe nuk e bëjmë se jemi anestezist, tisha emocionet dhe tisha shumë profesionale dhe në këtë. Pastaj i lëm gjërat dhe të rrjedhin, sepse ne kur me kolegët puna në anestezi dhe kirurgji bëhet në ekip. Dhe me ata kalojmë shumë kohë, shumë më tepër se sa me familjarët. Çfarë të trishton më shumë në realitetin që na rrethon, në shoqërinë tonë, në vlerat njerëzore, në sjelljet njerëzore, ka një element që të trishton? Atëherë mua më trishton energjia negative. Përgjithsisht, personi që ka energji negative të fut në atë rrethin vicioz dhe ti vëre që dhe gjërat që ti di ti bësh shumë mirë nuk të ecin. Dhe një nga pikat që është, unë them që gjë e parë është që duhet të shmangim negativitetin, ta fillojmë ditën sa më tepër me energji pozitive dhe të na ecin gjithë gjëra në bar. Biles unë i them dhe specializantëve, se kur vinë specializantët kënaqen sa herë kanë raste të rënda. Mjek i mirë nuk është ai që menaxhon rastet e rënda. Mjek i mirë është ai që bën çdo anestezi të lehtë për pacientin dhe e rëndësishme është qëllimi, rezultati që të jetë mirë. Dhe kjo ndikon shumë energjia që jepet.
Unë profesoresha gjithmonë kur bisedoj me studentën lidhje me energji negative, ju them si i qaseni ju gjërave, ashtu dhe ju vinë. Domethënë në momentin që ti qasesh që nuk bëhet, gjërat janë keq, çdo gjë po shkon shumë keq, sigurisht që ashtu do shkojnë. Po në rast se ti ke pozitivitet dhe përpiqesh ta shohësh gjysmë plot realitetin, patjetër që ashtu do jetë. Zanati jonë përgjithsisht ka të bëjë me humanizmin dhe ne edhe komunikojmë me pacientët përgjithsisht kur ata zgjohen dhe mundohemi t'i japim pozitivitet. Pa diskutim. Profesoresha, ka gjithmonë fjalë të nënës dhe të babait tonë që na ndjek dhe këshilla që na i kanë dhënë në një moshë më të hershme, po që na ndjekin çdo ditë në punën tonë. A ka ndonjë këshill specifike që nëna apo babai juaj ju ka dhënë edhe që mund të ndani me ne? Prindërit e mi thoshin që punën bëj gjithmonë me ndershmëri dhe për pacientën kujdesu sikur ai të jetë pjesë e familjes. Dhe them që kjo është humane, ka qenë si atëherë kur ne ishim fëmijë, po tani më duket që ka shumë vlera. Kjo është jashtëzakonisht shumë e bukur edhe është tamam ato vlerat e pastra të dikurshme njerëzore, se sot duket ndonjëherë sikur ka ndryshuar në qasjet mes njerëzve, po profesoresha, po në raport me telefonin, mjekët kanë një smundje të pashërueshme që është raporti ngjitës, le ta quajmë, me telefonin, komunikimi i vazhdueshëm. Cili është raporti juaj me telefonin? Nuk e kam të theksuar sa mjekët e tjerë, sepse ne pacientët e vëmë në gjumë, por telefoni im rrit 24 orë hapur. Dhe pjesa që u përgjigjem më tepër jam numrave të panjohur, sepse ata kanë nevojë. Sado që mjekësia nuk bëhet me telefone, bëhet me rast klinik, bëhet me rastin klinik. Por ne duhet ta iniciojmë ose ta drejtojmë atë që të marrin ndihmën sa më parë. Nuk më harohet një telefonat. Edhe ky ishte një rast që një pacient kishte bërë arrest kardiak në shtëpi. Dhe më merr familjari dhe thotë më ka bërë arrest kardiak. Dhe bëm gjithë hapat. E instruktova familjarin të ngrinte nofullën, të nxirrte gjuhën jashtë, ishte ndihma 129-ës. Pacienti u nda nga jeta mbas 4 ditësh, sado që erdhi në reanimacion, jo për shkaqet e arrestit kardiak, por se kishte një smundje, ishte me meta cerebrale, kështu që ishte diçka që pritej. Po them, ajo telefonat nuk e harroj kur, dhe që atëherë kam vendosur që më tepër, më shpejt i përgjigjem numrave të panjohur, sepse themi në çdo moment shpëtojmë një jetë. Sigurisht. Dhe kjo është sa e rëndësishme është në një rast të tillë. Dhe nëna që më telefonoi se kishte fëmijë, gjithmonë më përqafon dhe më uron çdo 8 mars dhe çdo vit të ri. Dhe ajo është një nga telefonatat më prekse që u marr. Profesoresha, po ju vetë, kur mërziteni, kur jeni të shqetësuar, kë keni telefonin e parë që bëni? Kë keni atë personi që u mbështet? Familja dhe njerëzit e afër. Megjithatë, unë kam diçka që në rast kur ndodh diçka, mundohem të fitoj pak kohë, të qetësohem, të kuptoj si ishte problemi, ku ishte gabimi im. Dhe kur arri u telefonoj njerëzve, është më tepër të afërme, është më tepër për qetësi, edhe për të marrë një konsensus që ajo që bëra ishte e duro, apo ishte vendim i dyzuar. Po arrini dot që ta ekuilibroni jetën e familjes, të profesionit, të mësimdhënies, sepse secila kërkon kohën e vet dhe hakun e vet. Kjo është një sfidë. Anestezia është i do zgjidhjet brenda disa sekondash. Se sado që jemi, që quhemi doktorët e gjumit, është sfidë sepse ne merremi me jetën, me funksionet vitale të tyre. Jeta e përgjithshme do ta ulësh ritmin. Studentët duan të kesh kohë, duan të kesh durim, duhet merresh me edukimin. Dhe ajo është një balancë mes të trejave. Si e keni raportin me studentët? Domethënë, së pari doja të dija në gjykimin tuaj si një profesioniste prej vitesh, a kemi një brez studentësh të interesuar edhe që duan vërtet të bëhen mjek, apo kemi një brez që vit pas viti ka humbur interesin në raport me ato vite që ju jeni mësuar në fillimet tuaja?
Jo, përgjithsisht, kush vjen në mjekësi vjen studentët më të mirë të gjithë rrethave. Problemi është që disa herë e harojnë atë tempin dhe janë shumë të interesuar për rezultatet e lehta. Unë them çdo gjë që bëhet me punë, do punë, durim dhe përkushtim. Dhe kalohet. Por në mjekësi kemi studentë shumë të mirë. Mjekësia është e para dek që zgjidhet dhe e para dek që mbaron që në seancën e parë. Kështu që vinë të gjithë më të mirë. Është që duhet kemi përgjegjësi dhe ne, sepse për shkak të punës që bëjmë, shumë pedagog i kanë studentët dytësor. Për ne studentët janë parësor, sidomos kemi një shërbim anestezie që të gjithë pedagogët që ne jemi, kemi parësor studentët. Kjo është vërtet për të komplimentuar, sepse është dhe na jep mundësi që të lidhet edhe teoria me praktikën, se kemi shumë raste praktike. Në rast se një specializant i juaj sot do t'ju thoshte që ka nevojë për një sugjerim të qëndrojë në Shqipëri apo të ikë në Gjermani, cila do të ishte këshilla juaj? Të qëndrojë në Shqipëri. Mua më është ndyer mundësia që t'ike jashtë. Njerë, kur mbasi mbarova specializimin, mu desht punoja të specializohesh edhe të punoja për rreth 10 muaj në Ors të Danimarkës. Dhe them, ajo më rriti, më formoi dhe më bëri mjekun që jam sot. Por sado që unë isha vetë 10 muaj, kam qenë në vitet 95, që çdo gjë ishte ndryshe, por them, emigranti ngelet gjithmonë emigrant. Dhe Danimarka ishte në atë nivel që ishte shumë lartë. Dhe gjitha këto më ndihmuan për të implementuar anestezin. E quaj edhe të qenit jashtë si specializim. Mu dha dhe mundësia, kur ishin fëmijët, sepse studionin në projektin gjerman, që dhe ne në hapat e para të spostoheshim. Por mendova që secili duhet ta çajë rrugën vet. Jemi më mirë në Shqipëri, kemi këto emocionet nga njerëzit që na njohin, e marrim shumë më lehtë emocionin dhe kemi suportin për gjithë punën e vështirë që kemi, për burnout-it, na ndihmon për të rregulluar emocionet, mbështetja familjare dhe emocionale, miqtë e shokut. Profesoresha, në raport me të rinjt, nëse do të jepi një mesazh nga ky emision drejtuar të rinjve, studentëve, cili do të ishte ai mesazh në një brezi që në thelb dhe në këtë emision ne kemi shumë të rëndësishme të japim modele të profesionistëve të suksesshëm, të cilët kanë arritur të bëjnë gjërat siç duhet në jetë. Dhe ndërsa dhe për mua është shumë e rëndësishme që ju të jepni një mesazh drejtuar të rinjve në tërësi. Përgjithsisht, do thoja për studentët, duhet të studiojnë, duhet të punojnë, duhet të edukohen dhe duhet të marrin gjërat, çdo gjë që arrihet lehtë, harohet lehtë dhe nuk të jep kënaqësinë, kurse çdo gjë që mundohesh të krijon një bazë dhe të formon, sepse ne si mjek kemi mundësinë, nuk kemi mjekët e kanë shumë të pak të mundësinë të gabojnë, sepse në radhë të parë punojnë me njeriu dhe njeriu ka të bëjë me jetën. Dhe jeta nuk ka mundësi të kthehet. Kjo është shumë e rëndësishme, është vërtet. Profesoresha, një tjetër pyetje që do doja të dija, duke u afruar dhe afër fundit të emisionit, në rast se nesër do të ishte dita e fundit e jetës tuaj, cili do të ishte ajo gjë që do doje të bëje dhe të mos ngelej peng asgjë nga kjo botë? Do mundohesha ta kaloja me familjarët e mi, të isha shumë relaksuar dhe të bëja gjithë gjërat që nuk i kisha bërë, pa menduar. Nuk më tërëm vdekja, sepse ne me vdekjen jemi mësuar, por më tërëm më trishton mungesa e kalimit kohës me familjarët. Ndërkohë, si pyetje të fundit, do doja të dija si do doje që të mbaheshe mend nga njerëzit në momenti që do të vi dita si çdo njeri që gjithë ne do ta përmbyllim një ditë karrierën tonë si mjek. Si do doje të mbaheshe mend nga pacientët?
si një doktoreshe mirë, me humanizëm, që mundoj t'jep të maksimumin. Të falenderoj shumë, të falenderoj për mesazhet e dhëna, të falenderoj për këtë bisedë këndshme. Ju bëni vërtet një punë të konsiderueshme, një punë humane dhe sigurisht është fat në sistemin tonë që kemi mjek kaq të mirë, kaq të përkushtuar ndaj punës, ndaj pacientëve dhe ndaj kolegëve. Faleminderit për këtë rrëfim në podcastin me doktorin. Falenderoj për gjitha, për këtë podcast. Ishte shumë intervistë relaksuese dhe interesante. Faleminderit. Faleminderit. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.